Për 2 ditë me radhë, më 13 dhe 14 qershor, fshati piktoresk Zogaj, buz liçeni të Shkodrës, u kthye në një qendër të gjallë kulture, tradite dhe mikpritjeje. Në kuadër të aktivitetit tregime fshati, vizitorë nga zona dhe me gjerë u njohën nga afër me jetën, historinë, trashëgiminë kulturore dhe natyrore të komunitetit lokal. Ngjarja u zhvillua si pjesë e iniciativës në fshat, e organizuar nga GIZ Albania në bashkëpunim me Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit që prej vitit 2022. Kjo iniciativë synon të krijojë modele të qëndrueshme të zhvillimit rural, duke fuqisuar komunitetet dhe promovuar vlerat e tyre autoktone. Programi i pasur përfshi guide lokale në rrugicat tradicionale të fshatit dhe në pikat karakteristike pranë liçenit, rrëfimi historik nga banorët e të ftuar, kinema në natyrë, punime artizanale me përfshirjen e mjeshtrave vendas, degustime të gatimeve tradicionale të zonës. Në përfundim të aktivitetit, Genc Fetahaj, drejtuesi i projektit në GIZ Albania, u shpreh se Zogaj është një shembull i gjallë se si fshati shqiptar mund të jetë një aset i paçmuar turistik dhe kulturor kur investohet me përkushtim tek njerëzit në trashëgiminë dhe natyrën. Aktiviteti solli jo vetëm vizitor, por edhe një valë të re frymëzimi për banorët e Zogajt, duke treguar se turizmi rural mund të jetë një mundësi reale për zhvillim dhe vetëqëndrueshmëri. Shëndetje dhe mirë se vini në Zogaj në Shkodër. Unë jam Genc Fetahaj nga GIZ Shqipëri. Jemi mbledhur sot këtu në fakt për aktivitetin tregime fshatin, që po merremi tani që 2 vite nëpërmjet projektit në fshat, ku kemi zgjedhur 5 fshatra gjatë gjithë Shqipërisë, Lekbibaj, Zogaj, Rabdisht, Nepravisht dhe Bobështis. Dhe tani erdhi radha Zogaj. Arsyeja pse jemi mbledhur këtu është sepse gjatë 2 viteve fundit kemi ndërtuar produkte turistike në fshat, nga më të ndryshme dhe që janë unike për fshatin Zogaj. Këto u ndërtuan së bashku me komunitetin e Zogaj, dhe kishte një lartësmëri të produkteve të ndryshme që ne po punojmë tani në Zogaj. Duke numëruar nga renovimi i 14 varkave të peshkimit, duke u bler jelek shpëtimi për peshkatarët, rjeta të reja peshkimi, janë vendosur kosha të plerave në fshat dhe gjithashtu tabela orientuese në pika turistike të fshatit. Më tutje është punuar në ngritje të kapacitetesh me bizneset e zonës, dhe tani e tutje jemi duke aplikuar dhe në fakt është arritur aplikimi nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit me ndihmën e GIZ Shqipëri për fshatrin më të mirë turistik në botë, ku Shqipëria po konkuron me 6 fshatra total, kundër 60 shteteve me 270 fshatra në total. Dhe Zogaj është një nga këto 6 fshatra.